Rekomandimi i vizitës së parë ginekologjike te vajzave fillohet nga mosha 13-15 vjeçare. Është pikërisht periudha kur femna fillon të ketë menstruacionin e parë në jetën e saj. Nuk është domosdoshmërisht në këtë periudhë të bëhet vizita ginekologjike, të themi në karrikën ginekologjike ose shikimi i organeve të brendshme gjinitale të asaj, po vetëm bisedat, sqarimi i gjendjes cilën po kalon ajo femër është shumë e rëndësishme për shkak se shumë vajza të vogla, të cilat ka fillu të vijnë menstruacioni, nuk janë mjaftueshëm të informuar për periudhën në të cilën janë. Prandaj zakonisht në 13-15 vjeçaret duhet të bëjnë një vizitë ginekologu të informohen për ndryshimet që fillojnë në organizmin e saj, po ashtu edhe të informohen mbi rreziqet që i shfaqen çdo ndryshim i asaj pjesës normale të periudhën e menstruacioneve. Ndërsa vizita e parë ka rëndësi për shkak se ato vajza duhet ta dinë që në viti i parë kur ka ardhur cikli menstrual, jo domosdoshmërisht është një cikël menstrual i rregullt, por para se të vijë cikli menstrual, ajo vajzë i nështrohet disa ndryshimeve në trupin e saj. Fillimisht fillon zgjatja e trupit, domethënë ato vajza rriten dhe shtojnë peshë, pastaj fillojnë çimëzimi në pjesët jo tipike dhe shfaqja e gjendrave të gjirit dhe në fund vjen menstruacioni.